Nuk jam asun që mos qofshat, kishte qenë viti tim që kam qenë si boli, kash, atëherë po do t'isha. Po jo tani. Jo, bëjeni dhe njëra të boli. E mban në ritmin boli. Ço do të kaç. Kitara si boli. Kitara si Dino. Kitara është si propozimi, dasa. Dëgjoj, mos më thoni që kitara ose ço. Ama je këtu ti apo si këtu tani? Ai është boli. Ose di se kitara është fiksi propozimi Mateos, fasi te nuk bie. Çfarë të them? Iko ishte burga. Aq emocion kishte. Domethënë nuk ka shufare, ha? Jo, ka shu, e theshëm nuk ka shu. Ja ty të dyja. Jo, unë kam thënë që në fillim që ata nuk kanë fare. Jo, nuk Jo, është ka bën ata. Kastila, ne unë dia që kitara. Ti bëj një pyetje dasara, një pyetje dasara, një drejt për Unë drejt. mendoj. Nëse nuk do ishte prap Mateo Brikena, për çfarë do fliste Mateo këtë prap? Okej, në rregull. Në fare për Pavarësisht kësaj, sa ai ka qenë i zënë një çik me Të lutem se prandaj nuk është marrë me dinamikat e tjera që ka me Mirin kryesisht. Po unë doja të thosha këtë. Mateo. Unë jam gati do ta pres. Unë jam çu do ta shikoj. Për mua Mateo qef e ka. Qef e ka. Problemi është ftohtësia asaj qelbësira. Jo, nuk është problemi atje. E para një mësoj. I sekond, se ka shumë kjo ka mirë, bëj shumë. mirë, Një sekond të lupa, çfarë do të thotë? Dashuruar. Po Ai më le, jo, sot asaj që e dashuruar. Po më le pa ta marroj. Shef që unë ndezë te ky. Qef apo fiksim? Apo Dëgjoj, unë e kam refuzim, apo refuzim. Fal Drene. Se mashkullin kur e refuzonin ngelet mendja. Është shumë e vështirë të kuptosh dhe unë për shembull bia në dashuri dhe më thoshe njerëzit afër, e ke fiksim atë, se se heq nga mendja. Po më ç'është dashuria? Fiksim, jo fiksim. Tash fiksohet. Fiksohet njeriu. Fiksohet njeriu mbas një njeriu të lutë. Dashuri është ajo që ty të ngel mendje. Po ty besoj të ka rastisht që ke shku, ke puth, ke flirtuar dhe mrapa të nesër më thonë hajt më vaje se. Jo, unë nga njerëzit shikoj fiksim. Jo, hiç. Është fiksim. Sa merren përpara unë se të shkoj ke puthja. Ka fiksime, ka dhe fiksime pasaj që të smura gati që hënë pse unë nuk më erdhi, pse nuk ma ktheu përgjigjen. Unë dua të them një gjë. Një djalë që të do, po që të do. Ngrie kokën. Po që të do. E di çfarë të bën me zemër. Është një zjarr vet, që kur është zjarr ai, ti kur e shikon nuk e ndalon dot zjarrin. Dëgjoj, Mateo është dem. Ti nuk di që. Mateo është dem. Temat janë romantik, janë budallëj në këtë pikë. Jo. Mirë, po tani duhet ta ndezi çik ky romanticitetin. Po ç'a duhet bëjë? Po ç'a duhet ta bëjë? Tani, do fal një minutë. Ata kanë qenë në një moment kanë qenë duke biseduar me njëri tjetrin. Dhe ky i thoshte jo Miri, jo Mali, jo këtë dhe kjo i thoshte, po ndryshoi një çik temën, ai rinte. Po ndryshoi pra ja tha, ndryshoi temën. Edhe ti thoshte dëgjoj. Unë dua që ne të dy të njihemi bashkë. Ta marrë ti dhe njërë pishin. Ta marrë, ta bëjë. Me ta përqafoj një. Nuk ka gjë më të bukur se sa ti vjedhësh një puthje pa mendje vajzës. Ç'a të bëj moj? Ta vjedh, ti vjedh një po s'është ne Brikena me. Po jo, Brikena s'është ne, Brikena Monika që të bëjnë të dyja, që të trini ta ngrej një. Edhe ta puthi që thu dy, nuk do të kesh muskë, do të kesh byth. Dëgjoj, mirë, shumë bukur shefe. Se do ta bëj brillës. Tani dëgjoj, një gjë që më ka bërë shumë përshtypje që Dasar kishte reaguar, Monika nuk jam i sigurt. Ka thënë diçka Brikena për një shpull, për një çështje shpulli që nuk është ndonjë problem që fare që të bjerë dikush në shpull. Unë se pash në rrjetet sociale. Unë jam kundra personalisht kësaj deklarate, por një koment shpejt. Po ju tha vdora ati që një themër të pranoj që një burr të fusin në një shpull. Por ju tha vdora Mateos. Në kontekstin e 7 viteve martesë me një fëmijë në mes, tash mos bëjmë si specialistë të gjithë, është shumë e vështirë të gjykosh. Këto hyn tek çështje të marrëdhënies që zgjidhen edhe unë mendoj, po ky është mendimi im personal, mendoj që në përgjithësi marrëdhëniet
kur fillojnë edhe humbet respekti dhe me të shara, nuk është punat e shpulla, fillon të bësh long groshe. Ke parasysh shprehjen që thon tiranësit? Dhe nëse miu kalon një herë në mustaqe dhe ti e lejon, ai e bën rrugë. Megjithatë kjo nuk do të thotë që ne tani të bëjmë gjithë si ekspertë, se jemi moralistë, gjithë si shoqëri dhe të hyjmë në një martesë ku ka një fëmijë në mes, por për ta normalizuar në situatën në të cilën është në mënyrë të veçantë, Shqipëria me meshkuj shumë dominant, tani ne nuk është mirë ta prit një sekondë. Akordoje çika zemra ime se ajo zonjush Brikena nuk duron një bërtit me jo mod duro ka shpullën. Asaj kur i bërtet kujt janë rezonin beti, a mua, jo mo shpullën. Nëse ne po flasim si faktor shpullën. Është për mua është falso Brikena aty brenda. Brikena nuk ka asnjë vërtetësi. Brikena nuk është e vërtetë natë është këtu, mos i lëvizi që pikun dhe vetë. Më falni. Po që në momentin, që pati 2 momente, mendoj që i erdhi diçka e bukur si surprizë dhe ngeli shumë keq kur pa Mateon. A i gjeni nuk të gjëra, dhe pasaj i the, dhe nuk ja bërë, më farë, dhe Gjesi se tani jemi dhe artista, jemi dhe aktori, kuptojmë, edhe kur na i thotë regjisori, në qoftë se ti e jep kështu, është distancë, në qoftë se e jep kështu. Monika të vijë ta hash, s'kene vërë me të fare. E thyrë bryli një qik pa kështu, po tani ju lutem. Po të vi Monika kështu se pyt fare, shku direkt. Pasaj ka femra, po duash për ta vjeda. Po mirë, ti si do jepje dorën, po të i lije pak hapësirë. Ja, pa nuk e pet, po normal se keme nga Dasara. Që unë isha gati me këput. Ndërsa ti do ta bëja kështu. Ti ashtu ti do ta bëja kështu, do ta bëja kështu. Ti ashtu, unë gati. Po pandaj Mateo rrike letrat e lagura, vaj, se nuk i me nuk të qëmë. O, zot, letrat lagura, a ke letrat lagura. Ai është djalë shumë i mirë. Është ajo, di ta themi tash, nuk dua ta ofendoj. Po Demi është nga ajo që e kemi shprehjen e këtu në Tiranë, paktën në përgjithësi në Shqipëri, është derre si karakter. Domethënë kokë derre në kuptimin pa. Me thënë nuk ka mundësi njeriu tjetër kaq i ngurt, shkoj aty brenda vetëm për tregu kush jam, kaq. Ajo ka 2 standarde në sepse ajo ka vërtet po, ka 2 standarde. 2 standarde të jetës së jashtme që ka dhe të jetës së brendshme që bën. Për çdo situatë që ndodh. Jo 2 standarde, por çdo situatë ka 2 standarde. Se ke 2 standarde për çdo gjë, po jo për çdo situatë. Po jetë shenjës binjakëve. Si do fare ta binjakët. Fare nuk është. Edhe unë kam probleme shumë me binjakët. Nuk jam. Thot Monika që shive qa majun ke telefonin që ta din njerëzit, prit. Shive qa majun telefon. Ai shumë e du, urdo. Qa di thush Monikës, qa dhe binjakët. Ja dhe unë dhe telefoni im, ja sham Urdo qa shapin binjakët. Urdo binjakët. Se binjakët e mi, duan të gjithë celulari Monikës ty. Tani, iku dhe Mateo Briteo. Prima. Hati. Pa shumë e thonë se. Jo, Briteo shumë bukur, po kjo e Brimës ishte kur e pas që qarkullon në shkrim. Urojmë që të ketë një çik më shumë kimi, pse jo, do donin pak një big me pak kimi, se dishim për pak kimi. Nuk ka kimi në këtë big. Deri tani nuk ka dhe nuk duket. E vetmja gjë loj që do ta mbaj gjallë këtë big, them unë, parashikimi është Selin dhe Krist. Ata do bëjnë lojën me njëri tjetrin. Po bësh agatë që dilja tek një personazh i fortë, mendoj që është Kristi. Dhe tek ajo që dje ne pa Njëri nga ne sa po la studio. Po jo, tani i fortë edhe të kataliset. O vlla, unë kam marrë gjithë gjesit, po ne unë kam marrë gjithë qepë se më shkret. Po më tash Kristi është lojtar. Po unë kam dëgjuar se po të ishte lojtar i fortë. Dhe një lojtar i fortë i futur nga dita 1 nuk pret që t'i vi krusita mas një muaj e gjysmë. Kush krusit muaj? Që s'ka asnjë dinamik. Po çao, Dasa, mos e ngatroni dos në unë me këtë gjona keni se